Mbani rozmarin në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 8 probleme. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pashoq. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare. Në mesjet rozmarina përdoret në gjithçka, por cilat janë vlera dhe përfitime shëndetësore që do të merrni nga përdorimi i kësaj erëze. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm, të cilët do t'japin organizmit tuaj një sër efektesh pozitive. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Rozmarina mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon gjithashtu edhe në rritjen më të mirë të përqendrimit. Ditë ushqyese të rozmarinës janë vërtet të gjëra dhe përfitimet që do të merrni nga kjo bimë do ta bëjnë atë një nga erëzat më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe në përmirësimin e organizmit tuaj. Rozmarina është një bimë aromatike dhe rritet shumë edhe në klimën tonë. Kjo barishte e vogël, përveç se një erëzë mrekullueshme dhe e fuqishme, mund t'jap rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të shëndetit dhe të trupit. Përfitimet janë të mëdha saqë askush nuk do të shmangë përdorimin e saj. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga vetit kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i kësaj erëze. Relakson mendjen tuaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallërie. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e vogël mes gishtave tuaja dhe të thithni kështu aromën e çmuar të saj. Rozmarina është një bimë shumë e mirë ushqyese, gjithashtu edhe me veti antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm të cilët mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ato që nuk e din, kjo barishte ka acid rozmarik, acid garzonik dhe acid ursolik, të cilët janë gjithashtu shumë të njohur për vetit e tyre antiinflamatore në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë shumë e fuqishme me veti të mira antiinflamatore. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe ndihmon në trajtimin dhe lehtësimin e astmës, ekzemës, artritit dhe problemeve të tjera të ngjashme. Rozmarina është një bimë shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit dhe rezultatet që do t'jap në këtë aspekt e bëjnë atë një nga erëzat më të veçanta në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës. Rozmarina rrit rrjedhjen e gjakut në tru dhe stimulon sistemin nervor qendror. Për më tepër, kjo bimë njihet për përmirësimin më të mirë të kujtesës dhe më mirë akoma përmban përbërës që parandalojnë degradimin e acetokolinës, e cila është një neurotransmetues i rëndësishëm për mbrojtjen e memorjes dhe parandalimin e problemeve të tilla, siç është kështu edhe problemi i Alzheimerit. Ajo ndihmon nga lodhja dhe nga stresi i vazhdueshëm i veshkave dhe gjithashtu jep rezultate fantastike në këtë aspekt. Bima ka aftësinë të luftojë lodhjen dhe stresin e vazhdueshëm në veshka dhe të zbuzë gjithashtu edhe hormonet. Është e mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje të tensionit të vazhdueshëm. Për këtë arsye, trupat tanë mund të përjetojnë efekte të dëmshme të kortizolit të hormoneve dhe në këtë rast, rozmarina së bashku me barishtet e tjera si livandot kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ulur nivelin e kortizolit në trup. Rozmarina është një bimë e cila do të rrisë gjithashtu edhe energjinë tuaj trupore. Rozmarina do të nxjisë edhe qarkullimin më të mirë të gjakut në trup. Gjithashtu do të përmirësojë tretjen, do të stimulojë sistemin tuaj të forcës së flokut dhe sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i kësaj bime në mënyrë të rregullt në dietat tuaja sigurisht që ka aftësi të mira ushqyese, ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht edhe në përdorime të shëndetit të përgjithshëm. Përdorimet mjekësore të rozmarinës datojnë që nga lashtësia dhe gjithashtu kjo bimë çmohet si mirëbërëse për të gjithë organizmin, gjithashtu edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Në këtë video do të rendisim disa nga mënyrat efikase të përdorimeve të rozmarinës. Si të përgatisni recetën e rozmarinës në të mirë të shëndetit tuaj. Në përgatitjen e kësaj recete ju duhen 14 lugë gjedhe me degë rozmarin të lullëzuar. Degët e lullëzuara të rozmarinës do të hidhen në një tenxhere ku keni vluar 1 litër ujë. E lini
të mbuluar për 30 minuta dhe më pas e kulloni. Kjo recetë rekomandohet të konsumohet 3 herë në ditë për 1 deri në 2 muaj me radhë. Rozmarina është një bimë shumë e mirë për shëndetin tuaj të mëlçisë dhe do t'japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Rozmarina do të përmirësojë punën e mëlçisë, por nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe mënyrën e gabuar të tyre. Sa herë që e përdorni këtë bimë, do të keni gjithashtu edhe një përmirësim të mirë për shëndetin tuaj të flokut. Rozmarina ka qenë e njohur si një bimë shëruese që në kohët e lashta. Ajo ka efekte të dobishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Përdoret në industrinë e kozmetikës si pastruese e lëkurës, ndihmon në mbajtjen e fytyrës më të freskët dhe mbi të gjitha plot me shkëlqim. Lajmi i mirë është se rozmarina përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të memorjes dhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Në sajt të vetive të saj antiseptike është një bimë e cila mund të përshtatet për të ngadalësuar gjithashtu edhe humbjen e flokut. Vaji esencial që përmban rozmarina në fakt ka efekte shumë të mira stimuluese, të cilat do t'japin rezultate fantastike për gjendjen tuaj. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të butë dhe gjithashtu edhe më të shëndetshëm, mirë po në të njëjtën kohë stimulon edhe rritjen fantastike të tyre. Ajo ndihmon në zbutjen dhe në forcimin e flokut, sikurse ndihmon gjithashtu edhe në rikuperimin e flokut të dëmtuar. Për ta përdorur në mënyrë të shëndetshme për flokën tuaj, përdorni këtë recetë. Kombinoni 2 lugë gjedhe të gjetheve të grimcuara të rozmarinës në të paktën 300 ml ujë. Pastaj, i përzieni për të fituar një trajtim të mirë dhe filloni duke aplikuar në flok nga fundi deri tek rrënja. Kjo përzierje është shumë e lehtë, andaj nuk keni nevojë që ta largoni nga floku, pasi mund të largohet vetë. Provoni këtë trajtim pasi të dilni nga dushi, të paktën 1 herë në javë. Mirë po, mund ta provoni edhe më shpesh, varësisht nga lloji i flokut dhe problemit që keni. Kështu, rezultatet që do të keni për flokun tuaj do ta bëjnë rozmarinën një nga produktet më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lashtë sa vetë bima. Kjo barishte është përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriut një kujtesë shëmbullore. Rozmarina konsiderohet gjithashtu një recetë ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve të fytit. Gjithashtu ajo është e mirë edhe për gjymtyrët. Acidi salicilik që gjendet kryesisht te çaji konsiderohet gjithashtu një paraardhës i aspirinës. Kjo është një arsye pse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të artritit, gjithashtu edhe të reumatizmës. Kundër mikrobeve dhe bakterieve, çaji i rozmarinës është i pasur me substanca të cilat luftojnë mikrobe dhe bakterie dhe këto përbërës e bëjnë atë një nga produktet më të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Vlerat shëndetësore të çajit të rozmarinës janë vërtet të larta, duke ndihmuar kështu edhe në forcimin më të mirë të shëndetit tuaj të trurit, duke dhënë rezultate fantastike në këtë aspekt. Çaji i rozmarinës do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në tru dhe performancën e tij. Ajo përmban një sër ushqyes të cilët të quajtur acid karzonik kanë veti antioksiduese të fuqishme dhe mbrojnë gjithashtu neuronet nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira. Rozmarina është një bimë shumë e mirë ushqyese edhe kundër aromave të këqija të gojës. Nëse vuani nga aroma e keqe e gojës dhe pasi të keni lar, duhet të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë çaj rozmarine çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia, dhe kështu do t'i thoni lamtumir erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mund të jetë një problem i vazhdueshëm në jetën tuaj, ndaj përdorimi recetave të duhura sigurisht që do t'japë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dentar. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë si duhet. Nëse përdorni medikamente të caktuara, gjithmonë nëse zgjidhni rozmarinën si një bimë medicinale, konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.